21 janar ngriuni për vendin tuaj, Malta Bill O'Reilly. Bill O'Reilly ka folur me presidentin Trump dhe i ka thënë do të ishte çmendurini nëse ti do të futesh në Groenland ta pushtoje. Por Trump, siç thot Bill O'Reilly, flet shkund, siç bëri me Panama dhe çdo gjë u zgjidh. Tha dhe për Kanadan do ta marrim shtetin e 51. Por Trump di kur duhet të rriqet. Natyrisht ka ndalur në Davos dhe ka vazhduar që nuk të rriqem nga Groenlanda. Ideja që vendos tarifa e di forcën e tij. Europianët nuk mund të jenë të bashkuar gjithë kundër zotit Trump. Edhe këtë Trump e di. Meloni, Macron janë kundër. Që të vësh në balancë Groenlandën dhe NATO-n është skandaloze. Por Trump, duke ditur që europianët po të marrin parasysh se mund të ngjas kjo, do të dorëzohen te Groenlanda. Ai përfaqëson interesat amerikane, sepse është votuar nga amerikanët. Nuk është votuar për shqiptarë, as për italianët, as për francezët. Dhe mentaliteti i tij, ai shikon si real estate, si ndërtuesagji, konstruktor. Pra ai bën dile pazare të tilla, siç ka bërë kur ka ndërtuar në Manhattan. Kështu e shikon atë cop tok të Groenlandës, e cila nuk është aq e madhe sa duket në hartë. Dhe ka materiale të rralla, por jo aq sa ka në Amerikë. Ideja tjetër është që NATO për 75 vjet e ka kryer misionin e saj shumë mirë dhe Amerika është pjesa ashtë i NATO-s. Sot kanë nënshkruar pushimin e 200 funksionarëve amerikanë në poste të ndryshme të NATO-s. I ka shkurtuar. Do të ketë lëvizje trupash në Gjermani. Ka një pakt, ka një traktat me Groenlandën ku mund dërgoj baza sa të dojë. Edhe lidhur me materialet e rralla, danest janë gati t'i afrojnë çdo lloj marrëveshje, por ai do që ta ketë sepse kërkon ty një histori. E shikon që çmimi Nobel se jep kush. Nuk e duan, e urrejnë, sidomos të makt. Ai ka një fiksim të zgjerojë territori amerikane që të mbahet mend në histori. Ka qenë një president James Polk, Jacksonan, humbi për guvernator të Tennessee, nuk qenë një figurë e madhe, por ai ka zgjeruar territoret amerikane në mënyrë madhështore. Texas, California, New Mexico, Idaho. Territoret të... Pra, këto synon dhe Trump. Duke marrë Groenlandën, mbetet në histori që Groenlanda u mor nga presidenti Trump. Ka filluar tratativat që në vitin 2018, ma ka thënë ambasadori Bolton, për ta blerë. U shtafruar një shumë. Lawler, hebre, i cili ka qenë mikë dhe jam e zogët, për i mbretit tonë, është ai që e nxit presidentin Trump. Dhe nuk mendoj se Trump do të rriqet. Por do të shkojnë 10.000, 20.000 trupa amerikanë. Nuk e ndalon kush. Do të ngrihet flamuri amerikan, por Groenlanda nuk do të jetë shteti i Amerikës. Por më vonë mund ta shikojnë si territor amerikan, si asociacion, sepse nuk e ndalon askush këtë mundësi. Dhe do të ishte diçka pozitive për të larguar ndikimin rus edhe kinez. Në Davos nesër Trump do të firmos për atë që quhen bordi i paqes. Fillimisht u duk se rezoluta e nëndorit në OKB do të krijojë një bord vetëm për gazën. Por kur aty shikon ndër të tjerë dhe Ramën, që s'ka asnjë merit, nga Australia, nga Uruguay, nga Paraguay, nga Argentina, nga India, ç'lidhje kanë me gazën. Ai ka idenë për të krijuar një OKB paralele. Që OKB-ja ka humbur efektivitetin e saj, e din të gjithë. Çdo gjë konkurruese, veç se pozitive do të ishte. Por mënyra se si e përdori Rama, i cili e ka marrë të ftesë jo nga Trump, por nga Kushner, të cilin e nderon si perandor bashkë me Ivankën, edhe pse media amerikane thonë që ata janë separator dhe nuk janë më me atë forcë që kanë pasur, megjithatë tregon që këtu mund të blesh akses, mund të blesh dhe një ftesë.
Por ftesa i erdhi dhe Osmanit. Këtu më vjen mirë që Kosova pranohet në një organ ndërkombëtar që mund të ketë sukses, mund mos ketë sukses. Deri tani 5 vende kanë pranuar. Macron është kundra, tutori Ramës, Meloni thotë s'më lë kushtetuta, Erdogan po e studioj Mitsotakis dhe sidomos grekët që në fillim. Dhe ceremonia është nesër në Davos. Rast më të mirë për atë që media amerikane që në rjega i Ballkanit për të qenë afër Trump nuk ka. Pse nuk shkon? Mund të shkoj. A kanë të drejtë që shqiptarët të mërziten nga kjo? Ju duket sikur shitja 45-ës e 97-ës? Politika amerikane nuk kontrollohet vetëm nga Shtëpia e Bardhë. Senati, Kongresi, nga ata që kontrollojnë SPAC. Dhe SPAC nuk kontrollohet nga kinezët. Kontrollohet nga amerikanët. Ajo që nuk më pëlqen janë gjua amatoreske, sidomos në Shqipëri, ndaj zotit Trump. Zoti Trump ka marrë 77 milion votë. Është votuar nga amerikanët për interesat amerikane. Natyrisht që ne shqiptar-amerikan, shqiptar nuk na vjen mirë. Nuk na vjen mirë që një figurë dështake së kushtit të arritë të jap akses dikujt të vdekur politikisht që e Rama izoluar. Por në qoftë se i dha sadopak oksigjen, më shumë si helium, me atë zërin e holcit Belindës, sepse një shkrepse e vogël e hedhur nga SPAC e bën atë oksigjen si Hinderbruni. Ajo anija me helium. Sepse Rama nuk ka si merit e këftesë. Siç nuk ka dhe Lukashenko, apo komunisti i Vietnamit. Por Trump kërkon të fuzë të gjithë, sepse Trump shikon interesat amerikane. Ai ka fiksimin që ka ndaluar 8 luftra. Disa po, por jo atë midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, apo Kosovës dhe Serbisë. Dhe shikon që OKB-ja për shembull për Gazën nuk bëri asgjë. Nuk mund. Por të sulmosh NATO-n është një harakiri për presidentin Trump që është në mes mandat. Trump nuk do t'ja di se ç'do të ngjasë mbas tij. Do të vi J.D. Vance, do të vi Rubio apo larg qoftë Cortez nga e majta. Por në qoftë se u mbet mis mandatin, hetimet e para fillojnë për dhëndrin e llastuar, për fëmijët që kanë bërë miliarda dollar. Shkarkohet vetë dhe hetohen gjithë sekretarët e departamenteve. Ka një skenar, në qoftë se jep urdhën për të pushtuar Groenlandën, shtapi i përgjithshëm jep dorëheqje. Kongresi ndalon fondet për ushtrim, nuk besoj se shkon këtu. Por Groenlanda do të ndryshojë. Do të ketë të paktën 10.000, 20.000 trupa amerikane. Një vend që ka 45.000 banor dhe ka 20.000 trupa të huaja, çfarë quhet? Mund të jetë territor, asociacion, shtet jo, se nuk mund t'i hapë shtet një vendi me 45.000 e 50.000 banor për të pasur 2 senator ose kongresmen. Por ai kërkon ta mbajë Kinën larg. Por me këto që bën, me elitën europiane, mund t'i adhurojnë pjat inxhinierit Xi Jinping, kreu të Partisë Komuniste Kineze, Europën. Sepse Kanadaja tregoi që kjo mund ngjas. Nuk i leverdis korporatave amerikane kjo. Flip-flopet e tarifave janë dëmtuese. Ka ndalë fakte që 96% tarifave është paguar nga amerikanët, jo nga të huaj. Është një taksë të shtuar, por ka të drejtë kërkoj tarifa simetrike, sepse Europa ka vendosur gjithmonë tarifa të mëdha ndaj produkteve amerikane. Por Amerika me vetë koshiencë ka lejuar që Europa të përfitojë nga tregu i madh amerikan. Sepse kërkon të ishte një Europë e prosperuar, pa konflikte dhe luftra midis njëri tjetrit, dhe ka funksionuar deri tani. Por nuk ka më free lunch. Dhe Trump e kupton. Ka qenë shumë i suksesshëm me presionin e madh ndaj NATO-s për të rritur shpenzimet ushtarake. Këtë rast analistë dhe të quash arritjen më të madhe siguria marksist-leninist dhe po të vjen nga Marksi, është naivitet. Por i mbyturi edhe kur ka pak shpresë kërkon të dalë sipër, kjo ndodhi me Ramën. Kushneri dha oksigjen. Helium me zërin e holcit Belindës. A do ta trem gjykatën kushtetuese nesër? A do të shkojë
të zvarritet me atletën Davos, nuk e di. Nuk duhet spekuloj. Por sa herë që kryeministri i vendit tim është afër presidentit të vendit tim këtu, nuk ka asgjë të keqe, qoftë edhe Rama, të cilin e quajnë si Noriega mbetjet djathtë amerikane, si shtet mafios. Rama mund të hyrë në shumë borde, po për mua ajo që ai meriton më shumë është bordi i korrupsionit, anti-shqiptarizmit i thekur dhe marrja peng e rotacionit e të ardhmes Shqipërinë. Miliarda dollar të vjedhur. Por afër Surelit, afër zyrës së tij, Spaku ka kohë që gërmon. Dhe Spaku kontrollohet nga amerikanët, jo nga kinezët. Pak oksigjen dhe helium ta hollon zërin, kalon delir, delirant. Dhe fundi delirantëve dihet gjithkund në botë. Kudo në Shqipëri.